Si dashurohen realisht meshkujt? Meshkujt nuk dashurohen nga mirësia e vajzave. Ata dashurohen nga mungesa dhe imagjinata për të. Një burr nuk dashurohet kur ti i jep gjithçka, por kur e detyron që ai të kërkojë gjithçka. Dashuria maskullore shpesh vjen nga përpjekja, jo nga rehatia. Vajzat mendojnë se po t'jem e mirë, ai do më doj, por ai të do vetëm atëherë kur ndjen se mund të të humbas. Frika e humbjes është më e fortë se vetë ndjenja e dashurisë. Meshkujt nuk bien në dashuri me vajzën që i trajton si mbretër, por bien në dashuri me vajzën që i sfidon si rival, por pa qenë injoruese. Respekti për meshkujt vjen përpara pasionit. Sa më shumë flet ti, ai aq më pak ndjen. Sa më shumë hesht ti, ai aq më shumë mendon. Dashuria maskullore kryesisht ushqehet me mister, jo me shpjegime. Ai nuk dashurohet me trupin tënd, ai dashurohet me mënyrën se si e bën ti të ndihesh. Një burr vjen në dashuri ku ndjen se po fiton diçka të rrallë në jetën e vet. Në psikologjinë maskullore themi se dashuria nuk krijohet, ajo provohet nga vajzat që nuk sillen si të tjerat. Të jesh ndryshe nuk është fat, është strategji e cila mësohet gjatë